Një histori frymëzuese, një shembull i vërtet i guximit të shëndresës. Aktori i njohur shqiptar në Greqi, Nikos Gelia, ka treguar me krenari origjinën e tij dhe sfidat që ka përjetuar si emigrant në një vend ku parajgjykimi ndaj shqiptarëve ishte i theksuar. Në një intervistë për Megën, ai ka folur për udhëtimin e tij nga një fëmijë emigrant në një nga aktorët më të njohur në kinema dhe televizionin grek. Me sinqeritet dhe emocione të forta, Gelia ka rrëfyer për vështirësitë që ai dhe familja e tij kanë përjetuar pas mbërritjes në Greqi, ku ishte vetëm 5 vjeç. Një fëmijëri e vështirë por plot vendosshmëri. Origjina ime është nga Shqipëria, kam ardhur në Greqi që në moshën 5 vjeçare, si emigrant ekonomik. Kemi ndëruar shpesh lagje, sepse duheshin shqiptar, na kanë nxjerrë nga shtëpitë tona, tregon aktori, duke zbuluar realitetin e dhimbshëm me të cilin përballeshin mijëra familje shqiptare që emigruan në vitet e vështira. Pavarësisht se ishte fëmijë, ai nuk mundi t'i shpëtonte parajgjykimeve dhe diskriminimit. Kishte racizëm nga më të thjeshtat. Fëmijët e tjerë nuk luanin me ne se ishim shqiptarë ose mësuesit nuk na jepnin fjalën në klasë, ka thënë ai, duke theksuar barrierat e shumta që i duheshin kapërcyer për të ndërtuar të ardhmen e tij. Një emigrant i vogël, një aktor të madh, por asgjë nuk e ndali, me një shpirt luftarak dhe një dashuri të madhe për artin. Ai arriti të thyrente çdo parajgjykim dhe sot është një emër i respektuar në botën e kinematografisë greke. Në rolin e tij të fundit në serialin Mavo Rodo, ai vazhdon të tregojë talentin dhe përkushtimin e tij ndaj aktrimit, duke fituar zemrat e publikut. Jam krenar për origjinën time, jam shqiptar dhe këtë e them me zë të lartë, shprehet ai me vendosshmëri, duke dërguar një mesazh të fuqishëm për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Kur mos harroni rrënjët tuaja dhe asnjëherë mos u dorëzoni përballë vështirësive. Një frymëzim për brezat e rinj. Historia e Nikos Gelias është një dëshmi e qartë se asnjë parajgjykim nuk mund të ndalojë ëndrrën dhe talentin e dikujt. Ai është një simbol i krenarisë shqiptare, një shembull i vërtet që me punë, përkushtim dhe besim në vetvete, çdo pengesë mund ta kalojë. Nga një fëmijë diskriminuar në shkollë në një aktor të suksesshëm që bën një hon në ekranet greke, Nikos Gelia është dëshmi se shqiptarët janë të aftë, të shkëlqejnë kudo pavarësisht sfidave, dhe sot ai e thot me zë të lartë, jam shqiptar dhe krenar për këtë.